Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim një recetë të shijshme dhe të shëndetshme me argjinare ose e thënë ndryshe karçof. Në brendësi receta do ketë patate, ullinj dhe hudhra. Është perfekte për një drek ose darkë, ka shije të lehtë mesdhetare. Ndiqni hap pas hapi recetën. Këtu kam argjinaret. Në tas kam vendosur ujë, i shtrydhim gjysmën e limonit, ndërsa pjesën tjetër e lëm kështu si është. Gjithmonë vendoset në ujë me limon, pasi argjinaret nxihen shpejt. Pastrohet nga të gjitha këto fletët, gjethet, janë si luspat e peshkut, hiqen radhë, sigurisht janë të forta. Më shumë argjinaret bëjnë mbeturina se sa është ajo pjesa e tullit që është për të konsumuar. Në fakt këto kanë qelluar pak të mëdha. Janë të mëdha në madhësi sigurisht, po kështu janë të njoma. Largojmë edhe këto gjethet sipër. Kanë disa gjëmba që edhe të shpojnë pak. Nëse dëshironi mund të përdorni doreza, por unë e kam më mirë ti punoj me duar. Nëse do ishin më të vogla, do kishin këtë pushin vetëm në pjesën e mezit. Këto janë pak më të mëdha dhe e kanë në të gjithë pjesën sipërfaqësore. Do ja pastrojmë plotësisht pushin dhe do ngelet ky tuli i butë. Kjo pjesa e kërcellit është e njomë dhe unë do t'i pastroj vetëm lëkurën dhe do t'a lë. Nëse do shikoni që kërcelli është i fortë, atëherë shkëputeni, largoheni. Argjinaret të lodhin në të pastruar, por janë tepër të shëndetshme. Janë të pastrua me antioksidant, mbështetin shumë funksionin e mëlçisë, ulin kolesterolin, ndihmojnë tretjen dhe kontrollojnë nivelin e sheqerit në gjak. Si e shikoni, pasi unë i përfundova argjinaret, i vendosa në ujë me limon, pastruam 4 thelpinj hudhër. I presim në pjesë të vogla. Do t'i vendosim në një tigan me vaj ulliri. Dhe direkt do t'i vendosim në zjarr. Sa po të ndihet ajo aroma e hudhrave, do shtojmë argjinaret. Do t'i kullojmë nga ujë dhe do t'i shtojmë në tigan. I bëjmë një skuqe. Unë i ul temperaturën dhe i vendos kapakun. Këtu kam gati 1 kg me patate. I presim patatet në pjesë të vogla që t'i bashkojmë me argjinaret. Vetëm pastrimi i argjinareve është pak i lodhshëm, por kjo pjesa tjetër është fare e thjeshtë. Pasi argjinaret kanë marrë pak skuqe, shtojmë patatet. I përziej mirë së bashku, i vendosim kapakun dhe i lëm 10 minuta. Në këtë mënyrë jo vetëm që skuqen, por edhe zbuten. Shtojmë një gotë me ujë, një gotë 200 ml. Do t'i shtojmë krip, piper të zi, mix erzash dhe pjesën tjetër të ujit do t'ja shtojmë më pas edhe gjysmë gote me ujë. Diku te 300 ml në total. Shtojmë krip, piper të zi, mix erzash. I shtojmë dhe pak ujë. I vendosim kapakun dhe i zjejmë avash për 20 minuta. Si e shikoni, është larguar plotësisht lëngu, perimet janë zbutur, edhe karçofi. Shtojmë një kup me ullinj. Sigurisht janë të pastruar nga bërthama. I lëm edhe 10 minuta në temperaturë të ulët. Në fund fare unë do t'i shtoj disa fara speci djegës dhe majdanos. Dhe ja ku është receta jonë e përfunduar, është gati. Aroma është fantastike. Shpresoj ta provoni dhe ju në shtëpinë tuaj dhe ta shijoni po aq sa edhe unë. Faleminderit.